Dirum si dhe diapozitiva. Fotoporcelani me garanci të përjetshme. Stampim në bluze si dhe kalendar e kartolina si pas dëshirës suaj. Smadhim fotografish dhe kornisa. Konvertim kasetash nga amerikane, aziatike në europiane dhe anasjelltas. Gjithashtu tek ne do të gjeni kamera profesionale dhe familjare, aparate fotografi, filma, kaseta dhe bateri. Cilësia dhe profesionalizmi kanë vetëm një emër, Foto Rustemi. Lagja Apollonia, sheshi Fitoria. Telefon 226 20. Mirdita nderuar teleshikues të televizionit Apollon, kemi filluar emisionin Medicina, i cili vjen çdo të mërkur në orën 16:30 për të përmbushur atë mision që kemi vënë vetes son për të sjellë tek ju një edukatë shëndetësore sa më të plot për sa u takon patologjive, sindromave të ndryshme apo simptomave që shqetësojnë jetën e çdo njerit. Sot do të flasim për çrregullimet menstruale, është një temë për të cilën shumë femra janë të interesuara, veçanërisht ato të moshës adoleshencës, të cilat përjetojnë ndonjëherë ardhjen e menstruacioneve edhe si një dramë, ndonjëherë të vërtetë në jetën e tyre, por për të lehtësuar sadopak shqetësimet që femrat kanë mbi menstruacionet, kemi ftuar sot në studio doktor Robert Luton, i cili është mjek obstetër ginekolog. Doktor Robert, ju falenderoj që edhe një herë keni pranuar ftesën për të ardhur. Në fakt është e vërtet kanë qenë disa nga telefonatat tuaja që më kanë detyruar të zgjedh një temë si kjo, dhe disa të interesuara nga përmes telefonatave që kanë kërkuar të dinë më shumë rreth çrregullimeve menstruale. Sigurisht nuk kemi nguruar që të sjellim përsëri doktor Roberti në studio. Kjo tregon edhe një herë për interesimin tuaj të nderuar teleshikuese lidhur me shëndetin tuaj riprodhues, dhe është shumë e rëndësishme. Doktor Roberti, kur mund ta quajmë një cikël menstrual të çrregullt, sepse siç ka thënë, unë kam qejf ta përmend shpesh një thënë Sokratit që thotë që për kufizimi i termave është fillimi i zgjuarsisë. Që të flasim për çrregullimet menstruale, kur mund ta quajmë, dhe çfarë është ndërfundit një cikël i rregullt menstrual kundrejt atij që është i çrregullt. Përpara se të filloj të shpjegoj temën për të cilën unë jam ftuar sot, do t'ju falenderoj edhe një herë për ftesën, duke u nisur nga shqetësimet jo vetëm të telefonuesve që kanë bërë telefonata herën e parë, por gjithsesi edhe për shqetësimet e përditshme që ne kemi në punën tonë të përditshme. Kështu që është një temë ku vajzat e reja ose gratë në përgjithësi paraqiten në klinikat tona dhe kanë vërtet shqetësime. Pra, shqetësimet që ato paraqesin, një pjesë e shqetësimeve që ato paraqesin, ndoshta dhe nga mbrojtja, nga pamundësia, ndoshta është mirë që nëpërmjet këtyre emisioneve ne t'i orientojmë drejt se ku duhet të paraqiten, momentin e ardhjes së tyre në institucion, dhe ndihma pastaj gjithsesi është pa diskutim që është e dhënë nga gjithë personeli shëndetësor. Pra, duke filluar nga pyetja juaj, siç e shpjeguam edhe në emisionin e parë, një cikli menstrual është dita e parë e zakoneve të fundit, në ditën e parë të menstruacioneve të radhës. Pra, ky është një cikël menstrual që konsiderohet normal, që shkon nga 21 deri 28 ditë. Ciklet që janë më të shkurtër se 21 ditë dhe ciklet që janë më të gjatë se 35 ditë quhen cikle anormal. Pra, nuk janë cikle normal. Pra, një kriter për të përcaktuar nëse një cikël është anormal është kozgjatja. Kozgjatja e tyre. Por nuk është vetëm kozgjatja e ciklit menstrual, por është edhe periudha e menstruacionit. Siç e thamë radhën e parë, menstruacioni janë ditët e hemoragjisë, ditët e gjakderdhjes, që shkon nga 3, 5 deri në 7 ditë. Ciklet më të shkurtra dhe ciklet më të gjata, pra ditët e menstruacioneve më pak se 3 ditë dhe më shumë se 7 ditë, përsëri janë cikle anormal.
Të dyja këto shenja duhet i tërheqin në përgjithësi pacientët tona. Nëse paraqesin simptoma dhe çrregullime të tilla, duhet të paraqiten te mjeku në mënyrë që të orientohen drejt për patologjinë që kanë, në mënyrë që të marrin edhe ndihmën adekuate. Do të thonë është e rëndësishme që të përcaktojmë edhe një herë kohë zgjatën që siç ta Pa ditur një cikël normal, pa ditur një cikël normal nuk mund të orientohesh dot për të përcaktuar një cikël anormal. Kështu që ky informacion që ne japim është i nevojshëm për të gjitha femrat në përgjithësi ato që kanë hyrë në periudhën fertile që quhet, nga ardhja e menstruacioneve të para deri në periudhën e menopauzës. Kanë pasoja fiziologjike, doktor, parregullësia e cikleve, domethënë ku qëndron në rëndësia e të diagnostikuarit dhe të trajtuarit, të thënë ndryshe të këtyre çrregullimeve menstruale, çfarë ka ndonjë pasojë për femrat në shëndetin e tyre? Ardhja e menstruacioneve të para është një eveniment i veçantë në jetën e një gruaje, në jetën e një femre, sepse ajo kalon nga një periudhë fëmijërie në periudhën e adoleshencës. Pra, ky moment i kalimit të një vajze të vogël, të një vajze që përjeton fëmijërinë në një stad tjetër, siç është ajo e adoleshencës, është një moment kritik, është një moment i rëndësishëm dhe i veçantë. Dhe ardhja e menstruacioneve tek një vajzë, sigur e bën atë që të tregohet që është më e rritur, tashmë është më e pjekur. Dhe sigurisht vlerësohet shumë nga ana ginekologjike ardhja e menstruacioneve të para, që do të thotë cikli menstrual tek një femër duhet paraqitet midis moshës 16 dhe 18 vjeç, pra jo të kaloj këtë kohë. Pra duhet të jetë. Tashmë, siç e shpjeguam dhe radhën e parë, menstruacionet kanë filluar të vinë më shpejt, 13, 14, 15 vjeç. Por, nëse do mendojmë një femër e cila paraqitet në klinikë, të cilës nuk i kanë ardhur zakonet, ne duhet të presim deri në moshën 16 deri në 18 vjeç. Dhe atëherë duhet të ndërhyjmë nëpërmjet analizave dhe konsultimeve për të gjetur arsyen dhe shkakun pse nuk i kanë ardhur menstruacionet. Duke qenë se është një eveniment i rëndësishëm ardhja e menstruacioneve, atëherë duhet që të orientohet dhe nga ana psikologjike një vajzë e vogël duhet të orientohet në momentin e parë që i vinë zakonet ose menarkat. Kështu që duke nisur nga kjo pikë, nga ky moment, them që shkolla, emisionet televizive, informacionet që jepen nëpërmjet medias, informacionet që jepen nëpërmjet internetit, duhet të jenë të tilla që të plotësojnë atë mangësi të informacionit edukativ o shëndetësor që duhet të marrë çdo njeri në përgjithësi dhe në veçanti vajzat e vogla ose ato që hyjnë në atë periudhë që ne quajmë periudhën e fertilitetit. Po, pak më përpara në përmendëm dy kriteret që e klasifikojnë një cikël si të parregullt, cilat ishin kozgjatja, e cila ishte më shkurtër se 21 ditë apo më gjatë se 35 ditë dhe menstruacionet veçë duhet të jenë jo më pak se 3 ditë dhe jo më shumë se 7 ditë. Në fakt janë pikërisht këto që i shqetësojnë femrat, domethënë zgjatja apo shkurtimi i ciklit, menset të shtuara ose të paksuara, cilësia e tyre, gjithashtu edhe dhimbjet e forta që mund të përjetojnë gjatë menstruacioneve. Edhe pyetja është shumë e thjeshtë dhe shumë direkte. Çfarë duhet të jetë duke ndodhur me këto femra në trupin e tyre? Përse i kanë këto shenja? Edhe një shpjegim më të hollësishëm për secilën nga këto tre shqetësime që femrat paraqesin, duke shtuar dhe dhimbjen që e përmendët pak më parë. Atëherë, çdo femër në periudhën para se të vinë menstruacionet, pra në periudhën premenstruale, siç quhet në gjuhën mjekësore, paraqesin disa simptoma ose shenja paralajmëruese. Këto shenja mund të jenë disa ditë përpara se të vinë menstruacionet. Pra ka një parandjenjë ose ka një shenjë paralajmëruese përpara se të vinë menstruacionet. Dhe nga një femër te një femër këto ndryshojnë, nuk janë të njëjta, qoftë në karakter, qoftë në mënyrën se si ato vinë, se si paraqiten dhe si përjetohen. Shqetësimi i parë që thamë është dhimbja. Ka një dhimbje në fund të barkut ose një dhimbje mesi. Dhimbja mund të jetë e lehtë, e durueshme, e suportueshme, mund të jetë një dhimbje pak më e fortë, por ka raste që paraqiten me dhimbje shumë të forta. Dhimbje të cilat e invalidizojnë pacienten. Biles e invalidizojnë atë mënyrë të tillë që ajo kërkon të rri vetëm shtrirë, pra nuk mund të kryej aktivitetin e përditshëm që ajo ka, jetën shoqërore dhe familjare, dhe për këtë arsye, për këtë shkak, ajo paraqitet tek mjeku. Shenja tjetër përveç dhimbjes janë edhe gjendjet e lipotimisë. Pra mund të ketë një farë marrje mendsh, ndoshta edhe një farë përgjumje. Simptom tjetër që shoqëron dhimbjen premenstruale janë një ndjenjë shqetësim, një ndjenjë
ëndje të gjoksit ose dhe një shtim në peshë. Por mund të shoqërohet në rastet më të agravuara, mund të shoqërohet edhe me nauze ose të vjella, pra ka ndjenjën e të vjellit. Këto raste janë rastet një çik më të agravuara, një çik raste më të, si thua, më të vështira, por që ndodhin dhe paraqiten edhe në klinikën tonë për trajtim. Po, kjo është një edhe shumë e rëndësishme, por përpara se të i flasim disa nga sindromat më kryesore, thjesht të shpjegonim disa nga arsyet më kryesore pse çojnë tek zgjatja e ciklit, tek dhimbjet që mund të shkaktojnë ato, edhe tek ndryshimi i cilësisë dhe sasisë së menstruacioneve. Çfarë qëndron, pse ndodhin këto zakonisht, përpara se të kalojmë dhe të kapim të gjithë sindromat me radhë? Shkaqet janë të ndryshme. Dhimbja që vjen para menstruacioneve është një dhimbje që shkaktohet nga kontraksioni i uterusit, i cili kërkon tashmë që të zbraz atë mukozë hipertrofike që është formuar tashmë nga një cikël menstrual, siç e shpjeguam në radhën e parë, që në fazën e parë të ciklit bëhet proliferimi i endometrumit, pra bëhet nga stimulimi estrogjenik, bëhet rritja dhe shumëzimi i mukozës së uterusit, dhe në fazën e dytë, pra faza e progesteronike që quhet, bëhet deskuamimi ose shkatrimi i kësaj mukoze. Dhe nga ky moment, pra nga rënja, shkatrimi i endometrumit, nga kontraksionet e uterusit, shkaktohen ato të ashtu quajtura dhimbje. Këto dhimbje, siç thash, mund të jenë dhimbje të lehta që suportojnë mirë, por mund të jenë edhe dhimbje të forta. Dhimbje të cilat mund të qetësohen shumë mirë nëpërmjet marrjes së analgjezikëve, siç mund të jenë analgina, paracetamoli ose medikamente të tjera të cilat futen në grupin e medikamenteve që quhen analgjezik. Po përsa i përket të zgjatjes të ciklit, çfarë mund të qëndrojë mbrapa shkaqet edhe zgjatja e ciklit mund të jetë me natyra të ndryshme, mund të jetë me arsye ose me shkaqe funksionale ose me shkaqe organike. Në shkaqet funksionale janë çrregullimet e ekuilibrit estrogen-progesteron, pra çrregullimet e ekuilibrit hormonal që ndodhin në organizmin e femrës. Nëse kemi një prodhim estrogenik më të gjatë, pra kemi një stimulacion, pra kemi një mukozë hipertrofike që themi ne, dhe mungon progesteroni, ai që bën deskuamimin, rënien e kësaj mukoze, atëherë kemi një kohë zgjatje, pra nëse kemi pamjaftueshmëri të prodhimit të progesteronit nga corpus luteum, pra nga një trupës që formohet mbas daljes së vezës, e cila përgjigjet për prodhimin e progesteronit, atëherë kemi një cikël më të gjatë. Pra këto janë çrregullimet që quhen funksionale, por një shkak tjetër mund të jetë dhe një infeksion. Pra infeksionet ginekologjike, të cilat tashmë kanë kaluar nga katet e poshtme të aparatit genital femëror në katet më të sipërme, pra infeksionet siç janë endometritet, apo dhe më gjerë se sa kaq, sëmundjet inflamatore pelvike që themi, SIP, mund të shoqërohen edhe këto me menometroragji, pra të fillojnë si menstruacion dhe të zgjaten në kohë. Të gjitha këto shqetësime duhet patjetër që të diagnostikohen në mënyrë të diagnostikohen sakt, në mënyrë që edhe të trajtohen sakt. Shkaqet e tjera mund të jenë shkaqe organike që kanë të bëjnë me uterusin. Një uterus që mund të ketë një nodus fibromatoz, pra një mish të huaj që qarkullon shpesh si emërtesë në popull. Edhe kjo mund të shoqërohet me një menometroragji që e përkthyer në shqip do të thotë një zgjatje e menstruacioneve. Pra mbasi vjen cikli menstrual, ai nuk shkon më 3, 5, 7 ditë, por zgjatet në kohë, mund të shkojë 10, 15, ndonjëherë na vijnë raste të cilat mund të kenë zgjatje të këtyre menstruacioneve në kohë shumë më të gjatë. Po përsa i përket cilësisë, domethënë menset kushtohen dhe kur paksohen, çfarë qëndron prapa kësaj simptome e shpjeguar shkurt? Si sasi hemorragjie, si sasi gjaku apo si kohë? Edhe si sasi, edhe si cilësi e këtyre menstruacioneve. Ka mukoza të cilat quhen mukoza atrofike. Mukozat atrofike patjetër që shoqërohen me një sasi gjaku më të pakët se sa realisht duhet të ketë një grua në moshën fertile, dhe sasia shoqërohet nga disa pika deri në 1 ose 2 ditë, por në sasi minimale. Dhe pacienti referon që ka shumë pak hemorragji ose menstruacion. Raste të tjera shoqërohen me sasi më të madhe, shumë herë më të madhe. Pacienti është detyruar të ndrohet disa herë në ditë, por në rastet më të rënda kuriton, mundet që ajo të anemizoj pacienten, kur sasia e hemorragjisë është e madhe,
por edhe kozjatja është e tillë. Po. Edhe një pyetje tjetër, domethënë shpesh herë ekziston ajo frika, po mentaliteti që kanë femrat veçanërisht në Shqipëri për atë se çfarë do ndodhi me atë kur shkoj te ginekologu për faktin se sa analiza do bëhen edhe se si do kryen edhe çfarë mund t'i shkaktojnë këto analiza, ekziston le themi ky mentalitet. Por çfarë diagnozash si vjen diagnoza një çrregullimi menstrual, çfarë bilanci klinik, laboratori kërkohet që femrat jenë të mësuara dhe të edukuara në kuptimin të informuara nga ana mjekësore që duhet të dinë që duhet kryejnë këto analiza dhe ku qëndron rëndësia e laboratorit edhe anës klinike më të përparuar përveç ekzaminimit fizik në diagnozën. Po, ju përmendët fjalën frikë në kuptimin që një paciente mund të paraqitet dhe të ketë frikë sepse dhe për çfarë arsye do të shkojë te ginekologu. Frika ka lindur bashkë me njeriu, është normale. Por gjithsesi duke marrë informacion dhe prandaj dhe këto emisione që ju organizoni, pikërisht këtë efekt kanë, të sensibilizojnë popullatën, pacientët të cilat paraqesin shqetësime, paraqesin ankesa, në mënyrë që të jenë të orientuara se ku duhet vënë, ku duhet të orientohen, kur duhet të orientohen, në mënyrë që të marrin dhe zgjidhjen përkatëse. Pasi një faktor tjetër që mund të shoqërojë një cikël menstrual të çrregullt mund të jetë edhe vetë stresi. Pra, një ngjarje, një eveniment që mund të ndodhë një paciente, mundet që ta çojë atë në një çrregullim hormonal, një çrregullim menstrual, që është një çrregullim hormonal dhe që është një stres i shkaktuar për shkaqe të ndryshme. Pra, vetë stresi mundet të bëhet si promotor i asaj gjendje e cila shoqërohet pastaj me çrregullim të menstruacioneve. Pacientët të cilat paraqesin simptomat që thamë lart, patjetër që duhet të trajtohen te një mjek ginekolog, obstetër ginekolog, pra një mjek i përgatitur, i specializuar në këtë drejtim. Dhe fatmirësisht rreth i Fierit ka një numër të konsiderueshëm mjekës ginekolog dhe shumë të përgatitur dhe unë falenderoj kolegët e mi, gjithë stafin tim, sepse vërtet janë mjekë të cilët punojnë dhe me përkushtim dhe kanë një nivel dhe një standard të tillë që është për të admiruar edhe nga si modrat tona në rrethet të tjera. Kështu që pacientja së pari duhet që të merret në pyetje, pra mbasi paraqitet në institucion, krijohet një lidhje, si të thuash, mjek-pacient, ku të krijohet një suport, një mbështetje psikologjike dhe ardhja e saj tek mjeku do të thotë që ajo do zgjidhë hallin dhe problemin që ka. Në këtë mënyrë një marrje e kujdesshme anamnezës, që do të thotë pacienten e pyet për shqetësimet që ka të momentit, sa kohë ka që i kanë filluar këto shqetësime, kur i kanë ardhur menstruacionet e para, nëse i ka pasur të rregullta apo të çrregullta 2-3 muajt e fundit, nëse ka pasur lindje apo jo, nëse ka pas aborte apo jo, si kanë kaluar lindjet, si kanë kaluar abortet. Pra janë një sër pyetjesh ose marrje anamnezës si quhet, e cila do të orientojë mjekun në një mënyrë të tillë, në një drejtim të tillë për t'i vënë një diagnozë të saktë pacientes. Nëse lindje nevojshme, duhet bërë një ekzaminim ekografik ku shikohet uterusi, pra mitra dhe vezoret nga ana strukturore, jo nga ana e funksionit. Pra shikohet nëse mitra ka probleme apo vezoret kanë probleme, sepse një kist i ovarit mund të shoqërohet me çrregullimet e ciklit. Atëherë, nëse ne kapim një patologji e diagnostikojmë, atëherë i vëmë edhe mjekimin. Problem tjetër është nëse ka një çekuilibër hormonal. Atëherë, patjetër duhet të bëjmë një bilanç hormonal, duke kërkuar një sër ekzaminimesh hormonale, duke kërkuar hormonin folikulostimulus, lidonizus, prolaktinën dhe një sër ekzaminimesh të tjera hormonale dhe në bazë të patologjisë ose në bazë të atij çrregullimi që mund të paraqisi kjo analizë laboratorike, ne orientohemi për të vënë diagnozën dhe po vëmë diagnozën saktë në mënyrë të padiskutueshme dhe mjekimi është më i lehtë për të bërë dhe për të zgjidhur. Prandaj nuk paraqet në një shqetësim ardhja e pacientes me këto simptoma, sepse nuk bëhen intervenime, nuk bëhen, si të thuash, manipulime ekstreme, të dhimbshme, pra manipulime të cilat të traumatizojnë të smurën, por janë ekzaminime rutinë, të cilat zgjidhen në bazë të një protokolli mjekimi, i cili ekziston dhe që zbatohet rigorozisht nga ana jonë. Kjo është ideja, domethënë përgjithësi që nuk ka nevojë për duhet të orientohet, jo, duhet të orientohet te mjeku fillimisht. Po, dhe ndërkohë që ne do të vazhdojmë te emisionin tonë, përpara se
të bëjmë pyetjet e radhës për doktor Robert Luton, i cili është mjek obstetër ginekolog dhe shefi i shërbimit ginekologjisë në Spitalin e Fierit. Do të marrim një moment pauze në këtë emision, por që i shërben emisionit do të flasim për mini rubrikën një barnat që përdor. Sot do të flasim për baktrimën, pasi ta kemi ndjekur materialin, do të themi më një në studio për të drejtuar të tjera pyetje lidhur me çrregullimet menstruale. Na ndiqni. Baktrima është një antibiotik i njohur si emër, por i keq përdorur në disa raste dhe disa herë nënvlerësuar. Është një kombinim i dy antibiotikëve, trimetoprimës dhe sulfametoksazolit. Duke bllokuar ndarjen e baktereve, ato frenojnë shumimin e tyre. Është e vërtetë që përdorimi më i shpesht haset në infeksionet urinare, por ka dhe të tjera përdorime shumë të rëndësishme si infeksionet e veshit të mesëm, përkeqësimet e bronkitit kronik, këtu është edhe bari i zgjedhur, apo edhe në diarret e shkaktuara nga shigela. Baktrima ekziston në formë tabletash dhe kapsulash 480 mg apo 960 mg, si dhe në formë shurupesh dhe suspensionesh për fëmijët 240 mg për 5 ml. Gjatë marrjes së baktrimës duhen marrë sasi të mëdha uji në mënyrë që të parandalohet fundurrimi i ilaçit në urinë dhe të jap kushtugur. Është e rëndësishme që baktrima të merret gjithashtu në orare fikse, sepse për veprimin e saj mbi mikrobet është shumë i rëndësishëm niveli i pandryshueshëm i përqendrimit të saj në gjak. Për këtë arsye është e këshillueshme të merret në 2 doza, në mëngjes dhe në darkë para çdo 12 orë. Edhe nëse harroni të merrni dozën në kohën e duhur dhe ka kaluar shumë kohë, më mirë prisni orarin për dozën tjetër dhe mos i merrni 2 doza njëkohësisht. Baktrima nuk merret në rast të alergjish ndaj saj apo në pacient me astëm dhe anemi, veçanërisht në anemit nga mungesa e acidit folik. Gjithashtu nuk duhet përdorur tek fëmijët më pak se 2 vjeç, po ashtu edhe në rastet e infeksioneve të grykës me origjinë nga streptokoku. Dhënia e baktrimës nuk këshillohet dhe në pacient me dëmtime të funksionit të veshkave dhe mëlçisë, në pacient alkoolik kronik, në ata që marrin barna antikonvulsante, për shembull në epilepsi, në pacient me keqthithje të zorrëve. Dozat. Infeksionet e rrugëve urinare dhe përkeqësimet e bronkitit kronik jepen 2 tableta 480 mg në ditë ose një tablet 960 mg në ditë për një kohë 10 deri në 14 ditë. Për të njëjtën periudhë kohore, pra 10 deri në 14 ditë, jepet edhe shurupi tek fëmijët në doza 2 lugë kafe 2 herë në ditë. Sigurisht që për fëmijët me peshë të madhe rritet doza. Në përgjithësi, doza për kilogram peshë është 48 mg. Infeksionet e zorrëve, diarret nga shigela apo dhe diarret e udhëtarit, dozat janë sa më sipër vetëm se zgjasin për 5 ditë. Në infeksionet e veshit të mesëm, otiti akut media, që pre kryesisht fëmijët, përdoret përsëri shurup 2 lugë kafe 2 herë në ditë për 10 deri në 14 ditë. Ja ku jemi rikthyer përsëri në studio të nderuar teleshikues, kemi ndjekur materialin që kishte të bënte me baktrimën. Do të vazhdojmë emisionin Medicina me çrregullimet menstruale, jeni duke na ndjekur që nga fillimi, besoj. Kemi doktor Robert Luton, mjek obstetër ginekolog, i cili ka folur deri tani për çrregullimet menstruale në termat më të përgjithshëm, duke klasifikuar më së pari se çfarë është një çrregullim menstrual. Do të flasim në vijim për disa nga sindromat më të shpeshta, të cilat hasen, bazuar në ato kritere që ne përcaktuam për një cikël menstrual të çrregullt. Doktor Robert, kush janë çrregullimet më të shpeshta në literaturë që njihen në praktikën e përditshme, për të cilat femrat ankohen më shumë, domethënë grupimi i simptomave që i shqetëson më shumë për sa i përket çrregullimeve menstruale? Ne e përmendëm pak më përpara, por do ta përsërisim edhe një herë. Është sindromi premenstrual. Nga vetë emri sindrom do të thotë është një tërësi shenjash, simptomash që paraqiten disa ditë përpara se të vinë menstruacionet. Pra janë shenja paraprake që paralajmërojnë ardhjën e menstruacionit. Dhe tham janë dhimbjet e lehta në fund barkut ose mesatare ndonjëherë të forta, dhimbjet e mesit, dhimbjet e gjoksit, mund të ketë dhimbje koke, pra cefale, mund të ketë edhe nauze ose të vjella. Ndonjëherë shoqërojnë edhe me shtim në peshë. Këto janë shenjat në përgjithësi që paraprin një sindrom premenstrual. E rëndësishme është që të njihet, por aq e rëndësishme është edhe trajtimi i këtyre simptomave, sepse një pjesë e mirë e grave, dikush më pak dhe dikush më shumë, i paraqet këto simptoma në, si thua, në ciklin e vet menstrual. Dikush e kalon me qenë se dhimbjet janë të lehta, dikush tjetër e invalidizon, pra e detyron që ajo të pengojë aktivitetin e vet të përditshëm. Kështu që duhet patjetër që të paraqitet në personelin mjekësor dhe të marrin mjekimin e përshtatshëm. Zakonisht ne përdorim terapi hormonale, që janë estrogen progestativët, por mund të marrë dhe qetësues ose analgjezik në mënyrë që të qetësojë dhimbjen. Por pretendohet që të merret
edhe gjatë ciklit menstrual të merren progresativ, siç është dufastoni, një progesteron, i cili merret nga dita e 16 deri në ditën e 26 të ciklit. Para se të vinë menstruacion. Pa diskutim. Kjo është nga dita e 16 të ciklit deri në ditën e 26. Pra ky është sindromi i parë që folim sindromi premenstrual. Ka nevojë për ekzaminime të hollësishme laboratorike? Jo, nuk ka problem. Kjo është thjesht vetëm nëpërmjet anamnezës, kjo zbulohet, njihet nga anamnjekëve dhe nëpërmjet anamnezës kjo zbulohet. Dhe vetë pacienti e thotë, si thua, ta jep informacionin vetë që disa ditë përpara se të vinë zakonet, pra 1 ditë, 2 ditë apo dhe më shumë, ajo paraqet këto simptoma dhe këto përsëriten në mënyrë periodike, në mënyrë të rregullt çdo muaj. Kështu që duke u nisur nga informacioni që ne marrim, vëmë edhe diagnozën. Në të njëjtën kohë dhe japim dhe mjekimin. Një problem tjetër është sindromi intermenstrual. Sindromi intermenstrual janë dhimbjet që paraqiten në mes të ciklit. Pra nëse tham që një cikël menstrual të zëmë është 28 ditë, atëherë në ditën e 14, pak a shumë, pacienti paraqet një dhimbje të lehtë në mes ose në bark. Dhe edhe kjo përsëritet në mënyrë periodike. Dhe kjo quhet sindromi intermenstrual. Dhe është sindrom që shkaktohet nga plasja e folikullit të degrafit, pra veza që është pjekur tashmë, qahet, plas dhe del veza. Nga folikulli të degrafit del veza. Dhe një sasi likidi minimal, pra lëng, del në abdomen, në bark, dhe ajo shkakton një reakcion të lehtë peritoneal që shoqërohet me këtë dhimbje, por që pjesa më e mirë e grave e kalojnë pa marrë në medikament, por dikush, nëse dhimbjet janë të tilla që nuk suportojnë dot, mund të përdorë analgjezik. Pa problem. Dhe nga vetë fjala intermenstruale ato kuptojnë që ndodh në mes të ciklit. Ta japin vetë, si thuash, atë orientimin kohor se kur i ndodh dhe mjeku pastaj duke u orientuar nëpërmjet anamnezës mundet edhe të japim mjekimin për katës. Fjalë tjera, një aspekt i rëndësishëm në diagnozë takon edhe vetë femrave. Kjo është duke dhe një roli që kanë emisione të tilla për të informuar femrat për edukatën shëndetësore, sepse ato vetë duhet bashkëpunojnë dhe duhet krijojnë një lidhje, një raport të qëndrueshëm besimi po edhe informimi ndaj doktorit. Po, një sindrom tjetër është dismenorea. Dismenorea është dhimbje që shoqëron menstruacionet. Pra që nga dita ose që nga momenti që fillojnë menstruacionet dhe deri në momentin që ato largohen, pacientja paraqet dhimbje. Dhe thotë që unë jam me dhimbje. Kjo quhet dismenorea. Kjo shoqërohet përveç se me dhimbjeve të mesit, fundit të barkut, me nauze të vjella, ndonjëherë shkaktohet me dhimbje të forta të kokës deri në migrenë. Kështu që edhe kjo është një e dhënë e cila duhet të merret nëpërmjet informacionit që kërkon mjeku dhe qetësohet nëpërmjet dhënies së estroprogestative, pra marrjes së hormoneve, marrjes së kontraceptivëve, që quhet, dhe në të njëjtën kohë me jepen edhe sedativ ose qetësues. Sindrom tjetër kemi amenoren. Kjo është ndoshta një temë goxha e gjerë dhe në mënyrë skematike ka shumë degëzime, por unë do përqendrohem në ato që janë më esenciale, më kryesore dhe që janë të kuptueshme nga ana e pacientëve. Amenore do të thotë mungesë e menstruacioneve, mungesë e zakoneve. Thash që është një eveniment i rëndësishëm ardhja e menarkave ose menstruacioneve të para. Një vajzë e ndan tashmë nga fëmijëria dhe fut në një etapë tjetër që është periudha fertile ose periudha e riprodhimit vet. Kështu që një vajzë e cila kalon periudhën 16-18 vjeç dhe nuk i vinë menstruacionet, vërtet familjarët, vetë pacientja, njerëzit që e rrethojnë duhet të shqetësohen dhe duhet kërkojnë ndihmën e mjekut. Përpara kësaj moshe nuk është mirë që të bëhen ndërhyrje. Mund të bëhen ekzaminime, mund të bëhen, si thua, ulëmtime, por në asnjë mënyrë nuk duhet të ndërhyjet dhe aq më shumë me hormonoterapi, sepse në qoftë se një papjekuri e boshtit hipotalam, hipofiz, ovar, uterus është akoma i pavendosur, ne mund ta çrregullojmë, pra mund ta nxjerrim nga ai bosht, nga ajo rregullsi që duhet të ketë ky bosht hipotalamik. Pra amenorea mund të jetë fiziologjike. Amenorea fiziologjike kemi në fëmijëri. Pra vajzat e vogla nuk kanë menstruacione. Prandaj dhe themi që kjo është fiziologjike, është normale. Por në të njëjtën kohë, një grua shtatzan nuk ka menstruacione. Edhe kjo është një amenore, pra mungesë zakonesh, por që shkaktohet nga shtatzania tashmë. Vetbara pengon ardhjen e menstruacionit. Një moment tjetër i jetës gruas ku ka amenore është edhe periudha e laktacionit.
Periudha e laktacionit do thotë periudha e dhënies së gjirit, periudha e ushqyerjes së fëmijës me gjë. Sepse në këtë moment është një hormon i cili prodhohet nga organizmi i gruas, që quhet prolaktin, që përgjigjet për prodhimin e qumshit, për të ushqyer fëmin. Dhe në këtë mënyrë rritja ose niveli i lartë i prolaktinës në gjak do të bëjë që të kemi amenore, ndërprerje të menstruacioneve. Dhe momenti i fundit ku kemi amenore është momenti i menopauzës. Gratë të cilat kalojnë menopauzë në moshën 50, 55 ose në këtë periudhë, atëherë shkëputen menstruacionet dhe nuk ka më gjakderdhje. Pra gjithçka jashtë këtyre që ju përmendën doktor është patologji. Po, të gjitha këto quhen amenore fiziologjike, por ka dhe amenore të cilët janë patologjike. Amenoret patologjike janë të ndryshme, duke filluar nga ato të vajzave të vogla, ku njihimen i pa perforuar. Tashmë bëm një konsensus radhën e parë, dhe unë edhe nga kolegë që kam biseduar, edhe nga miq të mit, ky është një orar ndoshta një çik i papërshtatshëm për të bërë emisione të tilla dhe për të folur ndoshta edhe pak më lirshëm në aspektin e gjuhës mjekësore, sepse koha është e tillë kur na shikojnë, si thua, një kontingjent i madh njerëzish, qofshin vajza, qofshin gra etj. Dhe ndoshta dhe gjuha e të folurit, gjuha mjekësore, ose mund të jetë pak e rëndë, dikush mund të na kuptoj, dikush nuk mund të na kuptoj ose na keq kupton, por gjithsesi më mirë le të marrim informacion dhe le ta kemi atë të bollshëm, se sa të mos ta marrin dhe të gabojnë pastaj. Do ta kompensojmë me gjuhën mjekësore, domethënë. Atëherë thjesht i servirim diçka që ja vlen edhe pjesa tjetër zbulohet në studion mjekësore të doktorit përkatës që vjen në studio, sepse nuk është e qartë që nuk mund të improvizojmë një studio mjekësor, dhe e përmendim disa herë në fakt në këtë emision, dhe në fakt duhet ta përmendim që këtu synojmë gjithmonë të japim një edukat shëndetësore, pjesa tjetër pastaj bëhet në spital apo në klinikë. Pra amenorea është një simptom, nuk është një sëmundje. Pra nuk mund të themi që një femër që nuk ka menstruacione është e smur. Kjo është një simptom dhe ne duhet të gjejmë arsyet pse ndodh. Pra, përveç se thamë që ato shkaqet fiziologjike, ka dhe shkaqe patologjike, të cilat mund të jenë primare, siç thash, një femër e cila normalisht ka menstruacion, ka gjakderdhje, por nuk është e dukshme, nuk është e paraqitur çdo muaj, sepse mund të jetë një himen imperforata, që do të thotë cipa e virgjërisë është e mbyllur komplet. Nuk ka hapje, nuk ka hapësirë që ajo të jetë e dukshme, të jetë vizibile. Pra ne ta shohim, femra ta shohë vetë dhe thot me erdhën menstruacionet. Dhe çdo muaj një vajzë e vogël na paraqet dhimbje në mënyrë periodike. Detyra e mjekut është ta eksploroj dhe të gjej, dhe kemi pasur para 5-6 ditësh një kolege ime ka pasur një rast të tillë, një vajzë tek 15-16 vjeç, paraqiste dhimbje të vazhdueshme një herë në muaj, nuk ishte menstruacione. Dhe në eksplorimin vaginal që u bë, u pa që ishte një himen, pra cipa e virgjërisë, ishte intakte, ishte e mbyllur komplet, nuk ishte hapësirë, nuk ishte vend ku të dilte menstruacioni. Dhe nëpërmjet një incizioni të vogël, shkakton gjakderdhjen, pra atë sasi gjaku, hematokol po themi ne, atë gjak që është grumbulluar del për jashtë. Dhe si thuash, edhe ke diagnostikuar këtë paciente, por edhe e ke mjekuar, sepse diagnostikon që kjo ka menstruacione, nuk është amenore, por është një shkak anatomik, shkak një pengesë e cila nuk mund të lejoj daljen e menstruacionit dhe bërjen e saj vizibile. Amenorea, thash, është primare, siç e përmendëm, por është edhe sekondare, që do të thotë një femër e cila i ka pasur menstruacionet e rregullta deri në X periudhë. Vjen një moment që ajo paraqitet tek ne dhe thotë që nuk ka menstruacione. Kush mund të jetë shkaku? Shkaku mund të jetë një bar. Por ne duhet të gjykojmë që t'i themi amenore, duhet patjetër që femra të mos ketë 3 muaj, 3 cikle, të mos ketë menstruacion. Nëse ka kaluar një muaj e gjys, 2 muaj, 2 muaj e gjys, nuk mund t'i vëmë dot emrin amenore me këtë diagnozë. Pra amenorea sekondare është ajo kur kalon patjetër 3 muaj nga mosardhja e menstruacioneve. Në këtë mënyrë ne vëmë diagnozën. Amenorea, thash, mund të shkaktohet nga një bar. Pra, shtatzania vetë shkakton mosardhjen e menstruacioneve. Shkak tjetër mund të jetë një ngushtim i kanalit cervikal.
nëse një paciente ka bërë një intervent në qafën e mitrës, ka pasur një problem ginekologjik dhe është djegur, ose është hequr një pjesë e kolumit qafës mitrës. Që duhet të thënë që këto janë procedura normale kirurgjikale, nuk bëhet fjalë për gabime. Janë procedura, por duke bërë manipulimin, pra duke hequr një polip, duke rrezekuar ose duke bërë një djegje të qafës mitrës, mund të mbyllet kanali cervikal, ajo vryma ku kalon menstruacioni. Dhe në këtë mënyrë pengohet dalja e menstruacionit përjashtë. Shkak tjetër mund të jetë një abort. Një abort i bërë në kushte jo normale. Një abort i kryer paksa në mënyrë të ashpër. Çfarë duhet të them në mënyrë të ashpër? Ka një stres proliferative uterusi nga brenda. Nëse merret përsipër për të bërë një abort, duhet që mbasi të nxirren mbeturinat ose pjesa embrionale e fëmijës, duhet që të kyretohet, pra të bëhet pastrimi, abrazio që quhet me gjuhën tonë, deri në atë stres që quhet shtresa bazale. Nuk duhet kyretuar shumë deri në miometër, pra deri në shtresën muskulare. Nëse ndodh një kyretazh i tillë i fortë, që është gjithsesi është gabimi joni dhe quhet janë patologji iatrogjene, gabime të shkaktuara nga doktori, atëherë mund të ndodhë sine ky. Dy shtresat dhe dy fletët e brendshme të mitrës ngjiten me njëra tjetrën dhe në këtë mënyrë nuk ka menstruacion. Pra edhe kjo është një gabim i shkaktuar nga një ndërhyrje që mund të jetë bërë nga një personel mjekësor. Shkak tjetër mund të jetë një endometrit, një infeksion, një inflamacion që mund të shkaktohet postpartum pra pas lindjes, një endometrit shkaktuar post-abortum pas një aborti, ose një endometrit i shkaktuar në kushte të tjera, mbas një manipulimi gjithsesi, mundet që të shkaktojë sine ky ngjitjen, dëmtimin e mukozës dhe shtresës brendshme që të endometriumit, ajo nuk mund të ripërtërihet, të proliferohet dhe në këtë mënyrë kemi amenore. Pastaj, nëse do t'i futemi shkaqeve të tjera, që janë më shumë, si thuash, skematike, mund të jenë shkaqe të cilat lidhen me tumore të hipotalamusit, të hipofizës, ose me ovaret, të cilat mund të jenë jo të ndjeshme nga stimull që merr nga hipofiza. Pra hormonet që prodhohen në tru, që duhet të stimulojnë vezoren, nuk ndodh, pra ka një rezistencë nga këto ovaret, dhe në këtë mënyrë nuk mund prodhohet estrogeni në fazën e parë që bën proliferimin e shtresës brendshme të mitrës dhe progesteronin në fazën e dytë, dhe në këtë mënyrë kemi amenore. Shkaqe të tjera mund të jetë obeziteti, një femër shumë e shëndosh dhe paraqiten raste të tilla. Në kohët e sotme moderne, duke qenë se është modernizuar e gjithë jeta jonë dhe lëvizjet e njerëzve janë të kufizuara, njerëzit më shumë rendin mbas makinave dhe punën fizike e kanë të reduktuar, sepse gratë në përgjithësi, mbasi kanë një komoditet në familje, kanë lavatriçen për të bërë punët e tjera. Domethënë gjithë ai komoditet që krijohet në funksion të njerëzve, ka të mirën e vet sigurisht, por ka dhe anën e keqe, që ka shtim në peshë, ka shumë njerëz janë obez. Pra obeziteti ose dhiamosja e tepërt mund të shkaktojë atë që quhet amenore, pra mungesën e menstruacioneve. Një shkak tjetër mund të jetë edhe stresi. Stresi në jetën e sotme është tepër ndjeshëm, është tepër prezent dhe tepër koherent, që do të thotë në çdo moment njeriu mund të ndodhet përballë një stresi, një momenti jo normal, ose strese të cilat merren në mënyrë të vazhdueshme, ndryshimi i një ambienti, kalimi si thuash nga një gjendje në një gjendje tjetër, nga vajzë bëhesh grua, ose kalimi nga një ambienti, si thuash, nga një shkollë 8 vjeçare në një shkollë të mesme apo në një shkollë të lartë, kur stresi është më i madh, ku ndryshon ambienti, ku përgjegjësia është më e madhe, ku je vetëm larg familjes, larg kujdesit nënës, babait, vllait etj. Kjo rrit një farë përgjegjësie tek personi dhe mund të shkaktojë një gjendje stresante. Dhe kjo gjendje stresante mund të shoqërohet dhe kjo me amenore, ose një provim, përpara një provimi. Një femër mund, nga stresi i madh, nga lodhja e madhe, nga mbilodhja, mundet të çojë deri në amenore, në mungesën e menstruacioneve. Prandaj është detyra jonë që përveç detyrës tonë si mjek, si ginekolog, që të kërkojmë shkaqet dhe arsyet fiziologjike që mund të çojnë në amenore. Duhet patjetër që të hulumtojmë edhe aspektin dhe komponentin psikologjik. Një element i cili aq më shumë sot duhet që të jetë më prezent, pra duhet të jetë më i kërkueshëm, sepse duke e marrë, si thuash, anamnezën të plot, orientimi do jetë i tillë
që ndoshta nuk do ketë shumë nevojë për të bërë ekzaminime apo për të marrë mjekime, por më shumë me psikoterapi mundet që të vendosësh një cikël menstrual normal. Pra flitet për raste të cilat dhe futen në kategorinë e njerëzve të stresuar ose stresantë. Prandaj është shumë e rëndësishme dhe konsulta me mjekun përkatës ginekolog për të bërë ndarjen e shenjave dhe simptomave, pasi nga çfarë kuptua nga gjithë kjo bisedë, kemi një larmi shenjash dhe simptomash që ndryshojnë nga gruaja në grua, nga cikli në cikël, pra askush nuk është pjesë e gjithës, po së individ. Ndërkohë që përpara se të rikthehemi edhe për një herë tjetër në studio, do të kalojmë tek mini rubrika e dytë që përgatitet për këtë emision, do të flasim për obezitetin, siç e përmendi dhe doktori ka të bëjë me çrregullimet menstruale, por sot do të flasim për ndikimin e keq që ka obeziteti tek njerëzit që vuajnë nga diabeti. Është një material që në fakt flet për mënyrën se si duhet të ushqehen. Personat e rinj në moshë me diabet nuk plotësojnë rekomandimet për dietën. Shumë adoleshentë të rritur me diabet përdorin dieta që kanë rënë nga çfarë rekomandohet për të kontrolluar sëmundjen e tyre. Kështu thot një studim i ri, ndërsa mënyra të ngrënit të tyre reflekton ata amerikane, të pasur me ato që quhen yndyrna të ngopura dhe varfër në fruta, perime dhe fibra. Këto shmangje në të ushqyer janë shqetësuese në diabetikët e rinj, thonë studiuesit. Diabetikët duhet të hanë sa më shumë fruta, perime, drithëra dhe të kenë një dietë të pakët me yndyrna. Yndyrnat e ngopura duhet të jenë më pak se 10% e kalorive që marrin. Kjo ka si qëllim të ruhet në afate të shkurtra niveli i sheqerit në gjak në mënyrë që të mënjanohen komplikacionet e diabetit si sëmundjet e zemrës dhe ataket, të cilat si më të larta në diabetik të reduktohen në afate të gjata. Prej rreth 1700 diabetikëve midis moshës 10 deri në 22 vjeç, vetëm 6.5% i kufizonin yndyrnat në nivelet e rekomanduara, ndërsa 20% përmbushnin rekomandimet për të marrë fruta dhe perime. Dietat gjithashtu ishin të varfra me vitamin E dhe fibra, dhe asnjë nga subjektet merrte drithëra mjaftueshëm, thot raporti publikuar në revistën e lidhjes dietetike amerikane. Pjesa më e madhe e subjekteve kishin diabet tip 1, që shkaktohet në persona ku sistemi imunitar anormal sulmon qelizat pankreatike që prodhojnë insulinën, hormoni që fut sheqerin në qelizat e trupit. Pa insulinën, sheqeri mbetet në gjak dhe qelizat vuajnë për energji. Ndërsa 11% e subjekteve kishin diabet tip 2, i cili lidhet me obezitetin, diamosin e trupit. Gjithsesi, këta persona kishin ushqyerje edhe më të dobët se sa pacientët me diabet tip 1, konsumonin më pak kalcium, magnezium dhe vitamine, si edhe 2 herë më shumë pije soda me sheqer. Megjithse studimi nuk shikon tek arsyet përse vinin këto dieta të dobta, është e mundur që familje të përfitojnë nga këshillimi për të ushqyer, thot një doktor i studimit në fjalë. Ai këshillon prindrit të ndihmojnë fëmijët e tyre diabetik të zgjedhin ushqime të shëndetshme, fruta, perime, drithra të pasura me fibra dhe bulmet, të cilat janë të varfra në dietën e tyre. Ishte kjo pra të nderuar teleshikues dhe mini rubrika lajme dhe kuriozitete shkencore, ishte një material vërtet shumë i interesant dhe rëndësishëm sepse shpeshherë dietat ndihmojnë njerëzit edhe mund shërbejnë edhe si një lloj mjekimi, ndërkohë që në studio sot po flasim edhe një herë, siç e tham, për çrregullimet menstruale. Kemi të ftuar doktor Robert Luton, i cili është shefi i shërbimit të obstetrik ginekologjisë në Spitalin e Fierit. Dhe një herë ju falenderoj që keni ardhur në studio, doktor. Gjëja e fundit që do doja të konsumoja përpara se ta mbyllim këtë emision për ditën e sotme ishte hemorragjia funksionale uterine. Shpeshherë ka femra që ankohen për simptomat të izoluara, ne përmendëm pak më para ato, por shpeshherë ankohen dhe për sasi të shtuara të menseve të tyre që i shqetësojnë, ndoshta edhe jashtë këtyre, jashtë menseve, shpeshherë i ngatrojnë këto të dyja. Dhe çfarë mund të themi për hemorragjin funksionale uterine me këtë term që është përdorur në... Po, është një çrregullim i cili nga vetë emri, çrregullim funksional, pra nuk ka të bëj në lidhje me strukturën e organit, por ka të bëj lidhje vetëm me funksionin e tij. Dhe çrregullimet funksionale kanë në bazën e vet, në karakterin e vet, kanë çrregullimet e raportit estrogen-progesteron. Dihet se ky është binomi i një cikli menstrual normal, raporti estrogen-progesteron. Dhe nëse ka një raport të tillë normal të prodhimit të këtyre dy produkteve të themi, atëherë dhe cikli konsiderohet normal. Në rast të kundërt, nëse kemi një prodhim të shtuar të estrogenëve,
atëherë kemi një proliferim, një shumëzim të qelizave të endometrit dhe kemi një hiperplazi, pra një trashje të mukozës së brendshme të uterusit mbi normalen. Dhe kjo quhet hiperplazi e endometriumit. Dhe ky konsiderohet çrregullim dhe duke qenë se ka hiperplazi të endometriumit, pra ka një sasi më të madhe, atëherë edhe sasia e hemorragjisë që do dalë mbas shkatrimit të kësaj mukoze hipertrofike do jetë më e madhe. Kjo është e para. E dyta, mund të jetë pamjaftueshmëria e prodhimit të progesteronit, pra pamjaftueshmëria e corpus luteum. Shpjeguam diçka më përpara, edhe në emisionin e parë kemi shpjeguar që në momentin që plas veza, në vendin ku ka qenë veza, ku ka pasur shtëpinë veza, atëherë formohet një trup i verdh që quhet, dhe ai merr funksionin, ka një funksion të rëndësishëm që është prodhimi i progesteronit. Dhe nëse pamjaftueshmëria e corpus luteum, pra pamjaftueshmëria e trupit të verdh është e tillë që nuk mund të plotësoj dot nevojën normale të progesteronit, atëherë kjo mund të shoqërohet me një sasi më të madhe të menstruacionit, të sasisë e hemorragjisë. Ndërkohë, më fal që do ju ndërpres pak, do i kërkoja regjista afishonte numrin e telefonit në cep të ekranit për të pritur disa telefonata. Ka ngel dhe pak minuta deri në përfundim të emisionit, kështu që do ju kërkoja ta shfrytëzoni dhe këtë moment në numrin 28128 që do të afishohet edhe një herë në cepin e ekranit tuaj. Ju mund të drejtoni disa pyetje, sekretaria do i mbledhë ato dhe ne do t'i transmetojmë në përfundim të këtij emisioni, që pyetjeve tuaja do i përgjigjet doktor Robert Luto. Po, doktor, më fal për ndërprerje. Po, pra përveç këtyre dy problemeve që ne përmendëm më përpara, hiperplazisë së endometriumit dhe pamjaftueshmërisë së trupit verdh ose pamjaftueshmërisë së corpus luteum për të prodhuar progesteronin, kemi edhe një problem tjetër që shoqërohet me çrregullime funksionale të menstruacioneve, siç është atrofia e endometriumit. Është e kundërta e hiperplazisë. Atrofi do të thotë një shumëzim më i pakët ose një rritje më e pakët e endometriumit, shtresës së brendshme të mitrës. Edhe kjo shoqërohet me një sasi më të madhe hemorragjie. Kjo zgjidhet nëpërmjet një dozimi hormonal dhe dozimi hormonal do bëjë që ne të ndajmë. Është një prodhim i shtuar, një prodhim i paksuar, apo ka një pamjaftueshmëri të prodhimit të estrogenit ose të progesteronit. Përgoj që ndërkohë ju ishit duke folur, mua më kujtua një diçka mjaft e rëndësishme që pedagogët tanë e thoshin shpeshherë dhe ja vlen që edhe teleshikuesit ta vlerësojnë këtë gjë. Është momenti kur një femër nuk arrin të dallojë gjakderdhjen që vjen menorragjin që vjen, domethënë që është gjakderdhje në kohën e menstruacioneve, nga menorragjia që është gjakderdhje e uterlinit, domethënë që mund ndodhi dhe jashtë menstruacioneve. Sa rëndësishme është dallimi i menorragjisë nga menorragjia? Çfarë është, e thënë ndryshe, një gjakderdhje jashtë ciklit? Ka rëndësi të diskutohet dhe ka rëndësi që femra t'i kushtoj vëmendje, jo vetëm ciklit kohës që ka menorragji, por edhe kësaj. Qartë. Atëherë, me termin menorragji do të thotë fillon një cikël, fillon një menstruacion normal, por që zgjat shumë në kohë. Pra, nëse përmendëm që një menstruacion zgjat 3 deri në 7 ditë, në këtë rast ai zgjat 10, 15, ndoshta edhe më shumë. Pra ky quhet menorragji. Ndërsa metrorragji është kur nuk ka lidhje me ciklin menstrual. Pra ndodh në periudhën kur nuk ka menstruacion. Pra ndodh jashtë ciklit. Kjo quhet metrorragji. Por mund të ketë edhe bashkim të këtyre dy termave, që do të thotë metrorragji. Fillon me menorragji, pra fillon si menstruacion, zgjatet në kohë dhe pastaj kalon limitet normal, 20 ditë, ndoshta edhe një muaj, ndoshta edhe më shumë. Pra, terminologjia për të mos ta lodhur teleshikuesin, menorragji është një zgjatje e ciklit menstrual, më shumë se sa duhet. Ndërsa metrorragjia është një hemorragji e cila ndodh jashtë ciklit menstrual, nuk ka lidhje me menstruacionin. Pra është jashtë kësaj periudhe. Dhe kush shkaqet janë të ndryshme dhe në përgjithësi metrorragjia është një hemorragji e cila ndodh jo tashmë për shkaqe hormonale, por ndodh për shkaqe organike, që do të thotë një nodus fibromatoz, një mish i huaj, ose një polip, përsëri një zgjatim, një rritje e misht që ndodh o në qafën e mitrës ose brenda në endometrium, mund të shkaktojë metrorragjin. Një nodus fibromatoz, pra një mish i huaj, pavarësisht nga madhësia e vet,
mund të jetë shumë i vogël dhe të japi simptomat dhe shqetësime të tilla, mund të jetë dhe i madh dhe të mos japi shenja të tilla, pavarësisht nga madhësia, çrregullimet që mund të japin janë të natyrës dhe të karakterit jo tashmë funksional, por organik. Pra, është e rëndësishme edhe njëherë që femrat duhet të dallojnë që ka hemorragji gjatë ciklit edhe hemorragji. Shiko, kjo është një detyrë që takon mjekut për ta ndarë. Shpeshherë në praktikën e përditshme, gratë vinë dhe paraqesin simptomat e tyre duke folur dhe duke të lënë me gojë hapur kur i thon, sepse duan ta thonë të gjithë historinë e vet me një fjali, ose ta thonë sa më shpejt. Është detyra jonë që ne të grumbullojmë ato gjëra, ato elementë që ne na duan. Pra, orientimin e bisedës në një konsult ginekologjike ose në një konsult me pacienten nuk e bën pacientja, por e bën mjeku. Pra nëse mjeku është i orientuar vetë dhe di se çfarë kërkon, dhe di se ku duhet ta kanalizoj pacienten. Pra nuk duhet ta lejë që ajo të flasi pa mbarim dhe të flasi çfarë do. Sepse në ato elemente ka gjëra që janë ujëra, pra që janë të tepërta dhe që nuk i duan bisedës dhe nuk i duan ekzaminimit dhe nuk i duan nxjerrjes së një konkluzioni. Në këtë mënyrë orientimi, pra aftësia e mjekut është ta orientojë këtë paciente në atë drejtim, në atë ulli që ai të mbledhë informacionin e nevojshëm në mënyrë që dhe ta diagnostikojë saktë. Dhe së fundi, përpara se të mbërrin në pyetjet tona që sekretaria është duke i mbledhur, doja dhe diçka shkurt, disa këshillime praktike ose disa njohuri për çrregullimet menstruale që ndodhin në kohën e pubertetit, sepse dihet që vajzat që fillojnë pubertetin mund të jenë mund të kenë cikle pak të çrregullta, çka i konfondon, çka dhe i huton. Dhe shumë e rëndësishme mendoj unë që ato të informohen pak se si fillon puberteti i tyre dhe kush janë karakteristikat e cikleve të para të tyre vajzave adoleshente. Ndërkohë do të presim edhe fletën që do të vinë nga sekretaria për të përgjigjur pyetjeve. Po, është një pyetje shumë e rëndësishme normalisht dhe ka të bëjë me një përgatitje psikologjike të këtyre vajzave të vogla, por një përgatitje psikologjike dhe të ambientit që i rrethon. Pra, familjarët duhet të jenë të përgatitur që ndodhia e re që i shkaktohet vajzës tyre ose të afërmit të tyre të jetë i tillë që ajo të jetë e informuar në atë parë, të mos t'i vi si diçka e papritur, diçka e pa informuar e para. Dhe duhet të krijojë një ambient të tillë të ngrohtë në mënyrë që ajo ta kalojë momentin e parë ose stresin që mund të shkaktojë ardhja e menstruacioneve, ta kalojë sa më butë. Pra mbështetje sidomos e nanës. Edhe familjarëve të tjerë, por gjithsesi nëna është më prezente me shqetësimet e vajzës. Por edhe në përgjithësi, për gjitha shqetësimet që ne folëm, qoftë për sindromin premenstrual, qoftë edhe për dismenoren, qoftë edhe për amenoren, ka të bëjë shumë përveç se një mbështetje psikologjike të ambientit që e rrethon në familje dhe në shoqëri. Duhet që këto gra duhet të trajtohen në mënyrë paksa të diferencuara në periudhën kur ato janë me këto shqetësime. Sepse bën edhe pak nervoze, pra duhet të krijohet një mini ambient, një mikroambient, një klim rreth e përqark që ato ti trajtojnë me dashamirësi. E para, e dyta, vetë këto gra për simptomat që kanë, duhet që të eliminojnë pirjen e tepërt të kafeve, pirjen e cigares, të merren paksa me sport, i bën shumë mirë, ose shëtitje në ajër të pastër, gratë të cilat nuk kanë mundësinë, qoftë edhe fizike, pra për shkaqe objektive ose subjektive ato nuk mund të merren dot me aktivitet fizik, me sport, të themi, atëherë duhet që të bëjnë shëtitje në ajër të pastër. Është shumë normale, është shumë mirë. Reduktimi i cigareve dhe i kafeve, në mënyrë pa diskutuar, mos përdorimi i çokoladave, ka të bëjë shumë, po. Dhe mos përdorimi i ushqimeve të tepërta me krip, të turshive apo të djathit me krip etj, sepse ka vetë një mbi peshë, një mbi peshë, pra ka një mbajtje hidrike, themi ne. Prandaj duhet që të eliminohet qoftë stresi, qoftë pirja e këtyre substancave që tham, e kafes të tepërt nuk është problemi se do pish një kafe. Problemi është kur teprohet, pra kur kalohet caku. Dhe qetësia që duhet i krijojë mikroambienti. Ndërkohë që ne jemi në pritje për të marrë fletën nga sekretaria, unë po shoh që më vërtet ka një interesim të madh aty në studio, edhe po mblidhen pyetjet, do të jemi pak çaste në pritje, sepse biseda nga ana jonë është e konsumuar, besoj që kemi dhënë
mjaft informacion përsa i përket çrregullimeve menstruale, siç e tham, pjesa tjetër i takon mjekut në rastin ton obstetër ginekolog për të trajtuar më me hollësi patologjit apo simptomat. Dhe ishte dhe në fakt interesante të shikonim se çfarë pyetjesh kanë pacientët. Ndoshta pas një momenti të shkurtër publicitar, nëse regjia mund na ndihmojë dhe do marrim edhe fletën e pyetjeve, do i përgjigjemi pyetjeve tuaja për shkak se kemi afishuar dhe numrin e telefonit dhe ju të informoheni. Villa Start, fillimi i shihet të re. Bar restorant Pizzeri Bojo, një emër tashmë i mirënjohur në Bregdetin Jonjan, ja ku shpalos përsëri bashkë me stinën e verës, gjithçka ka. Kompleks pushimi, shlodhje dhe argëtimi. Bojo, ku gjithçka ngjall kënaqësi fizike dhe shpirtërore, ku një kuzhinë nga më origjinalet dhe të pasurat ju ofron prodhime deti që rrallë mund t'i keni shijuar ndonjëherë, ku mjeshtra të gatimit të picave mund t'ju sjellin në çast gatimet sipas shijes suaj. Koncertet live të këngëtarëve nga më të njohurit në Shqipëri i bëjnë mbrëmjet akoma më të larmishme. Ju etër të rinj dhe ju nëna të reja, mos nguroni t'i merrni me vete fëmijët tuaj. Bojo ka menduar edhe për ata, duke ofruar lojra të bukura dhe zbavitëse. Jani, çdo ditë jeni të mirëpritur në bar restorant Pizzeri Bojo, në kilometrin e 6 nga Vlora. Për çdo rast ju mund të kontaktoni në telefon 039 22 22, celular 069 20 79 023. Mirë kthyer në studio, pra siç ju tham, ju premtuam që do t'i përgjigjeshim pyetjeve tuaja të nderuara teleshikuese dhe kjo është arsyeja që kemi të ftuar dhe në studio doktor Robert Lutun. E falenderoj edhe një herë për durimin që ka dhe megjithëse ka patur një ditë vështirë sepse ka qenë në punë dhe ka ardhur në studion ton. Ai do të vazhdojë të qëndrojë në këtë emision për pak minuta. Doktor Ana, 22 vjeçe, ka ardhur cikli në moshën në 17-18 vjeçe, ka çrregullime. Thotë më vjen një herë në 2-3-4 muaj. Jam vizituar, ka marrë ilaçe, jasminën dhe lemudenin, kura e dytë është në rregull, thotë kjo kur me jasmin, kurën e parë ka marrë lamuden, pastaj Femoden. Femoden, kurse kurën e dytë ka marrë jasmin. Po. Është në rregull? Besoj se po, është një çrregullim funksional. Mendoj që mjekët e kanë zgjidhur shumë mirë. Femodeni është një kontraceptiv, është një kombinim hormonal, por jasmina është akoma më e mirë, është një medikament i ri që është futur në praktikën e përditshme dhe përdoret gjithësisht sot, sepse ka disa avantazhe, që është enorme dozuar, pra ka një hormon me dozë të ulët, nuk të shton në peshë, që është një element që gratë ose pacientët që e përdorin këtë një medikament kontraceptiv ose kombinimet e estrogen progesteron duan ta kenë, pra nuk duan që të kenë shtim në peshë, dhe jasmina e siguron këtë gjë. Në të njëjtën kohë ruan një lëkurë të pastër, po ashtu dhe flokët, të jenë të pathyeshëm. Pra ka një prioritet jasmina në avantazh në krahasim me medikamentet e tjerë. Megjithatë kjo është një çik individuale, pra jo se vetëm jasmin duhet të dhënë tashmë, sepse jepet dhe jasmin, jepet dhe sediril, jepet dhe mikroginon dhe neoginon e tjerë, por jasmina si më e re, ka disa avantazhe të tjera që përdoret më gjithësisht sot. Po. Kështu që besoj se është dhënë shumë mirë. Një femër tjetër nga Ballfshi thotë që para 3 muajsh ka qenë në 7 zënë, është 24 vjeçe. Në moshën 3 muajsh të barrës kishte hemorragji, ka dështuar, ishin pinjak thotë dhe tani nuk po bie 7 zënë. Çik pyetje mbas edhe pa kontradiktore me 3 muajorin, por jo, problemi është, unë e kuptoj shqetësimin e pacientes, shqetësimi i saj i vetëm është që pse nuk po bie 7 zënë. Unë do thoshja që mjeku i cili ka realizuar abortin, pra momentin final, e sigurt që bara binjake ka rrezikun e vet, qoftë për lindje para kohë, qoftë edhe për abort. Në këtë mënyrë është shumë herët që pacientët kërkojnë të bjerë 7 zënë tashmë. Pra duhet që të kaloj një periudhë kohore, minimalisht një 6 mujosh, që atë mos ngele 7 zënë, në mënyrë që uterusi të rimarrë veten mbas një lodhje të tillë, pra mbas një traume të themi të tillë, prandaj
pacientja vetë me dëshirë nuk duhet kërkojë që të ngelet shtatzan kaq shpejt, pra duhet të kalojë minimalisht një 6 muaj. Në raste të tjera ne rekomandojmë edhe një vit që të kalojë nga njëra shtatzani në tjetrën, por meqense pacientja e paska paksa më të shpejt, si thua, atë dëshirën për të njerë shtatzan, minimalisht duhet të kalojë një 6 muaj. Kështu që nuk ka pse të nxitohet. Nuk përbën shqetësim, nuk është se shpaj. Nëse aborti ka kaluar pa probleme, nuk ka pse të shqetësohet, do ngeli shtatzan. Një grua 42 vjeçe nga Fieri thotë që ka diagnostikuar me eko një kist me përmasa 5/80 me 4/80, është përthar, thotë. Kam bërë eko dhe doktori ka thënë që ka patur një inversion, një përmbysje këtu, e thotë përmbysje të mitrës, ja ka shpjeguar, është termi që ajo përdor. Kam dhimbje shumë, thotë çfarë të bëj? Po, përmbysja e mitrës nuk është ndonjë eveniment i rëndësishëm. Mitra mban pozicionet anterior, themin e pra përpara, pozicion neutral ose në mes, dhe probleme dhe pozicione retroverse ose nga mbrapa. Kështu që mitra gjen një pozicion si më rehat, ashtu siç flen një njeri, dikush flen me kuriz, dikush anësh, dikush me bark, ashtu dhe mitra gjen një pozicion dhe ri. Nuk ka probleme, as për të ngerë shtatzan, as për t'i dhënë dhimbje apo për t'i dhënë shqetësime. Mitra gjen pozicionin e vet dhe është më se normale kjo. Për sa i përket kistit, fatmirësisht ajo është përthar, besoj se duhet këtë marrë. Shumë, thotë. Por nëse kisti është i përthar, atëherë shkak nuk është kisti për këtë dhimbjen. Duhet gjetur shkaqe të tjera, po jo përmbysja e mitrës. Mitra e përmbysur ose retroversio që themi ne nuk përbën shkak. Mund të jetë një infeksion i bashkëngjitur që duhet parë. Pra duhet të bëjë një konsultë ginekologjike. Nëse pretendohet që kisti është zhdukur tashmë. Dhe pyetja e fundit, me cila do të përmbylli dhe emisionin tonë, një vajzë 15 vjeçe do bënte një pyetje si kjo. Pritej, sepse thotë që 2 vjet ka ardhur cikli, mund të rritem, thotë, se jam 1,54 e gjatë. Po. Shiko, është një shqetësim e vajzave të vogla. Është normale, domethënë një pyetje e tillë. Pra vajzës i bie që t'i kenë ardhur zakonet 13 vjeç. Tani është 15. Ardhja e menstruacioneve nuk do të thotë që ajo nuk do rritet më. Ka ekzistuar një mentalitet i tillë që me ardhjen e menstruacioneve ndërpritet zhvillimi. Ajo do vazhdojë të rritet, të zhvillohet, por do kemi parasysh një gjë. Pra do shikojmë edhe konstitucionin, trashëgimnin. Nëse ai ka 2 prindër të gjatë, dhe ajo do bëhet e gjatë. Nëse ai ka prindër të shkurtër, të mos pretendoj që do bëhet gjigande. Kështu që po ja them me humor këtë, por gjithsesi luan në rol jo vetëm ardhja e menstruacioneve, është normal që sa i kanë ardhur 13 vjeç, është normale. Po të mos pretendoj, ajo do vazhdojë të rritet, pa diskutim që do vazhdojë të rritet, por që duhet shikojnë çik edhe nga prindrit e vet, që do të thotë ka rol trashëgimnia në këtë rast. Se sa të gjatë janë dhe prindrit e vet, dhe nuk lidhet vetëm me ardhjen e menstruacioneve. Ose të marri për shembull dhe Maria Kerin apo Kylie Minogue, që vetëm se janë 1,55 pa bëjnë nam në botë me albumet e tyre. Bëjmë shaka sepse janë shqetësime adoleshentësh, por që është detyra e mjekut, siç e thonë, të krijojë, nuk ka problem. Të krijojë një suport psikologjik, sepse për atë ajo kjo mund të bëjë shqetësim më madhor se çdo gjë tjetër. Ja, do rritet vajza, do rritet. Doktor Roberti, unë të falenderoj shumë, jo vetëm për sugjerimet mjekësore, por edhe për humorin që na solli në fund të kësaj bisede. Për sa i përket telefonatave, ju falenderoj edhe një herë me vërtet që ishit në studio me ne. Doktor Roberti është shef i shërbimit të ginekologjisë në spitalin e Fierit dhe me vërtet gjej rastin që me vërtet pavarësisht se jeni shumë i zënë dhe jeni shefi një shërbimi të tillë siç është obstetrik ginekologjia, keni gjetur mundësinë për të ardhur. Ju falenderoj. Ndërkohë që emisioni Medicina do të vijë përsëri të mërkurën tjetër, po në të njëjtën orë, në orën 16:30, deri atëherë ju uroj të kaloni një javë sa më të qetë dhe me sa më pak probleme shëndetësore.